socialdemokrate, nisma socialdemokrate, me qenë se që duket kanë dështu për negociatat me Partinë Demokratike, me herët me LDK-n dhe do t'jetë si parti garuese, pra e vetë. Po, bërde. Koalicioni këtij tipi nuk patu, për arsye se u kriju një hipoteka, ose disa hipoteka dhe kësaj koalicioni të mëdha. Me ja kujtu opinionet ka qenë ai koalicioni që u kombo pani kur u bo kanë 12 natës, 11 gjysa, kjo u pat bo total një termet politike dhe nënën tjetër nuk i solli asgjë PDK-s, AK-s edhe kush ka qenë atje tjetër aty. Nuk arritën me marra 70% potencialit që i kishin nëse dishin vetë a vetë. Tash kjo për nismën nuk pëdia, realisht koalicioni maj natyrshëm ka qenë me bo me PDK, për arsye se është strati i njëjtë politik, edhe kjo duhet qëtë arsye edhe pse s'o bo, nështë për arsye të... Me gjitha tashma është e përfundume tashot, për që nisma do të garoj e vetme. Edhe që dhe një fjallë të thonë se nëse thojmë se aderimit, ekipet, edhe përfaqësuesit që kanë me rëndësi, kush tjetër du të me bo programin. Pra njeri merë dikon në fushë kulturës, apo merë dikon në fushë të IT-s, në fushën tjetër, se të LDK-ja është pjesa e financave dhe ekonomisë është e stërmbulume. Ki figura si Lumira Abdigjiku, i studium financa, i magistrum e doktorum në Angli për atë punë, ki Abdullahun me të mjetat gjana, ki Hikmetën, e cila është një farë lokomotive e lidhës demokratike dhe i për cilë këto tema, më stomë ditë pasjet, po edhe orë pasore. Edhe është aktive. Po, mund me të mungu dikush në kulturë, mund me të mungu dikush në ndërmasi, se shpesh në i përzim financat edhe ekonomi nacionale me ndërmasin. Po, se biznisment edhe këta ndërmasit e binë edhe një kulturë tjetër edhe të punës edhe të organizimit. Pa ideja është që të përfshien gjitha grupet e... Edhe vetëm atëherë të ki që ka prezenton, edhe thu kjo programi im, i bom prej këty në njëzve, edhe me këtë koncept, me këtë vizion, garojmë ne. Po, tashot, që shki po, këtë pjesë, po themi, të para fushatët, po shumë të rëndësishme, se listat në fundit, në bazë lista, mundëm edhe me gjyku, pastaj edhe për rezultate. Po, zakonisht listat nuk kanë qenë kur relevante në kuptimin se qysh jënë bo, edhe në kuptimin se sa kanë ndiku të votuesi drejt për drejt, sepse i shdasht të ndikonin si kur ta kishim një elektorat racional, dhe mbi premisa racionale të operonte në shqyrtimin e ofertave. Të ne ma shumë janë riciklimi orëve letrare në fushata zgjedhore, ku përmes poezis ose poetizimit hapësirës publike provohet të bindet votuesit tashmë himbushur me paragjykime. Kjo nuk do të thotë që është totali shoqënisë tonë, po ajo që e ka dominu vendimit e secillit pavarësisht prej konteksteve politike. Po ajo që ka është e rëndësishme, menoj që populizmi i fundit ka qenë, si me tha, banka e depozitimit të zemrimit saj shoqënie të lodhun, po pa prodhu kontekste të motivimit ose ndryshimit real të gjendjes politike. Tani, unë e kam përshtypjen që strukturat emocionalet komunikimit tonë politik po e rikryojnë atmosferën e kohës së viteve të 90-ta. Po nalëm të kjo atmosferë, të e pas parasysh që atmosferat kanë memorje ma gjatë se sa ngjarjet. Me dallime të vogla, jemi mrena orëve letrare, ku politika e frikës e dominon diskursin publik dhe ku operohet me kategoritë të një gjendje të jashtëzakonshme, të vazhdueshme dhe permanente që krijohet me qëllime dhe menaxhohet me qëllime të kontrollit të elektoratit. Mos të harrojmë, nëse i barazojmë atmosferat kry për krye, kemi vesh një dallim që do ta them më vonë, të rikrijimit të armiqve, të rikrijimit të tradhtarëve, të rikrijimit të heretizimit të secillit që mendon ndryshe për shkak të kauzës së madhe të rrugtimit ton, do të thotë ngjajnë kry për kry, vetëm dallim që mund të nxirret është mosqenia në sinkron me botën perëndimore. Sepse në sikletet tona të viteve të 90-ta, të përgjithësimeve që i nxorra, spaku e kem pas në koherencë edhe të artikulimit, po edhe një lloj shprese që perëndimi është në anën tonë dhe herdo kur
edhe pse s'është pa drita, edhe pse e kem artikulu poetikisht shpresën, e kem pas një lloj garance të asaj që sot nuk e kemi. Se sot nuk e kemi atë përkrahje perëndimore as në kontekstin e krahasimit, po nashta as në kontekstin e nevojës, sepse sot politika është e tjetër fart në kuptimin e përjetimit, madje ka njëherë kam përshtypjen që në mënyrë mazoiste e pozicionojnë vetveten si humbës të luftës së viteve 99, kur kam parasysh interpretimin e perëndimores nga kjo kast Kino Studio sot. Po është një diçka është veç te kry. Ma ne i lidh. Jo, që kjo po më intereson sinkron me kanë, me çka? Kur dalë këtu i t'japë dhe libra se janë një 3-4 sociolog këtu i tranojnë publikun. Jo, besoj që është qaj pejbe asaj që thënë sinkron me përëndimin unë e disa e jemi. Po bëj iluzioni për ftyrime. Do të thotë në kohën kam përshtypjen që shoqënia qëllimisht edhe strategjikisht është futur mrena një lodhje që përdoret elektoralisht, por mund të jetë edhe e rrezikshme sepse në këso situata shoqënitë mund të hyjnë në regjime të kursimeve mentale dhe shpirtërore, duke mos u marrë hiç me politikën, e kjo i levërdis populizmit, po jem në një gjendje të pashpresë, jem në një gjendje të orës letrare të madhe, ku po komunikojmë poetikisht pa asnjë premis racionale. Ajo çka e tha Dugi, mendoj që politikani ma normal aktualisht, tash si e definojmë normalitetin, normalisht me premisa të racionalitetit, është Bedri Hamza, sepse po ashtu si e tha Dugi, po e citoj 2 herë, është një lider që hin mrena botës së parashikueshmërisë, është një lider që nuk rrezikon me populizma ose me kalkulime elektorale për vetëm elektorale, madje kisha me thonë që e mod veten me Kosovën. Do thotë pak a shumë kjo është, sa për fillim. Vik, për mbledhje. Okej, e para, do të thonë, po të bashkë du me lidhë qëtu të sinkroni, i një shoqënie me shoqënin perëndimore. Unë mendoj që i sinkronizum me perëndimin një kur ti bëhesh me Ukrainën, e jo me Rusinë, apo. I sinkronizum me Evropën dhe Amerikën një kur ti ki qasje euroatlantike, pra e ki synim për më shku drejt NATO-s. I sinkronizum me Evropën e perëndimin një kur ti me tënë më bo pjesë e Bashkimit Evropian. Kur ki sankcione nga Bashkimi Evropian,